afër meje edhe kryetrajnerin e skuadrës së Golden Eagle Yllit. Coach, another victory, even though you're missing players. Still, those who are on the floor are doing the best. How happy you are with this victory, and what do you think that decided tonight? Okay. First of all, I have to congratulate my players. They did a great job tonight here in Prizren. They played really good during the whole game. We started well and we finished good. So it's a very important win for us because we attack normally the highest position and this competition. Maybe it's going to be decisive that we show our character. We were good on offensive and defensive rebounding, and we didn't lose so many balls as the game before. Coach, we saw that Nesbitt was here tonight, but he didn't play. When he will be back? I hope that he'll be back for the next game. Thank you very much, Coach. Good luck. Atëherë ishim me trajnerin e skuadrës Golden Eagle Yllit, Aleš Pipanin, i cili tha që nga fillimi deri në fund i përgëzoi lojtarët e mi pasi që patën një paraqitje të mirë, luajtëm shumë mirë në gjithë ndeshjen dhe arritëm një fitore të madhe këtu në Prizren. Ne po e kërkojmë një pozitë sa më të mirë në renditjen tabelare dhe po mundohemi që të shfaqim lojra sa më të mira. Në fund e pyeta që Nesbiti ishte në bank, por nuk u paraqit kur do të rikthehet Jalen Nesbit. Ai tha që po besoj që në ndeshjen tjetër do tjetë me skuadra. Atëherë, të nderuar shikues, kaq nga kjo ndeshje, Golden Eagle Ylli arrin fitore të madhe në Prizren ndaj Bashkimit, por t'i komplikuar e thash edhe më parë gjëra tashmë në renditjen tabelare. Trepça e Bashkimit përsëri ndajnë pozitën e parë, ndërsa nesër mbrëma do të jenë dy ndeshje tjera shumë interesante. PA e pres Sigal Prishtinën, ndërsa Vllaznimi të motivuar e presin Borën. Për sonte, unë ju them natën e mirë, ju vazhdojnë të qëndroni në programin e pastër sportiv të ardhshëm.